Partia Socialiste duket se e ka përqendruar të gjithë fushatën e saj tek makineria elektorale dhe administrata publike në qarkun e Fierit, duke zëvendësuar politikën me klientelizëm dhe duke krijuar një klim frike, të cilën disa qytetarë dhe kandidatë opozitës e përshkruajnë gjithnjë më shpesh si diktaturë. Po çfarë thua more? Ëndra me sy hapur sheti. Kjo ishte përgjigje që ky gazetar mori nga një grup të moshuarish, të cilët po luanin domino në qendër të fshatit Libofsh në Fier, dhe pyetjes nëse ekzistonte ndokush i cili ishte njëkohësisht i punësuar në administratën publike dhe gjithashtu mbështetës i opozitës. Ata edhe kur i fusin në punë, i fusin për t'i nxjerrë nga Partia Demokratike. Shtoi pensionisti i cili si shumë të tjerë me cilët Björn foli në shumë fshatra dhe qytete të qarkut Fier, nuk pranoi të citohet me emër për shkak të asaj që mund të konsiderohet si klim frike dhe terrori nga makineria elektorale socialiste. Ndërsa në Divjak, qytetin bujësore relativisht të pasur rreth një orë më në veri, disa prej aktivistëve të Partisë Demokratike në opozit prej 12 vitesh qeshën me të madhe kur u pyetën për të njëjtën gjë, a thua se kishin dëgjuar çudinë më të madhe në shumë kohë. E qeshura u ndërprej nga Aurel Malko, kandidat për deputet dhe drejtuesi i opozitës në Divjak, i cili tha se opozita numëron mbështetës edhe mes punonjësve të administratës publike, ndonse këta të fundit rrallëherë guxojnë të shprehen publikisht. Përdorimi i administratës publike dhe i vendeve të punës në sektorin publik për të punësuar militant dhe punësimi në shkëmbim të votave familjare apo edhe të familjeve të zgjeruara nuk është gjë e re në Shqipëri. Përgjatë dekadave pas rënies së komunizmit, vendet e punës në administratën publike, veçanërisht pozicionet drejtuese, kanë ndryshuar duar të 4 herët që pushteti politik ka ndryshuar, ndërsa parti të ndryshme janë zhvilluar dhe rrëzuar përmes keqpërdorimit të strukturës së shtetit për vota dhe humbjes së aksesit në këtë strukturë. Si pasojë e pushimeve të rregullta nga punat administratës së mëparshme për të krijuar vende të lira pune për militantët e partisë që ka ardhur në pushtet, taksapaguesit janë detyruar të paguajnë qindra milionë euro dëmshpërblime për vendimet gjyqësore të shkarkimeve të padrejta nga puna. Gjithsesi, gjërat duket se kanë shkuar në ekstrem gjatë viteve të fundit, pasi një ushtri e partisë në pushtet, e cila përshkruhet nga kryeministri si patronazhist dhe nga qytetarët mbështetës të opozitës si ushtri spionësh, duket se e kontrollon punësimet në sektorin publik në mënyrë sistematike, duke mos lënë asgjë jashtë mekanizmit të votave për vende pune, me pasojë që qytetarët ndihen të pasigurt për jetesën e vet apo të familjarëve, apo të rrjetit të zgjeruar familjar, kanë frikë të flasin në mënyrë kritike, apo nuk guxojnë të shprehin mbështetje për ndonjë parti tjetër, qoftë kjo nga opozita kryesore apo nga partitë e vogla që garojnë në zgjedhje. Kjo klim presioni duket se e ka vrarë politikën si politik për ta zëvendësuar me një sistem gjigant klientelizëm që përdor një dozë të luhatshme të kërcënimeve me rishfetin. Mua më hoqën nga puna që erët, thot Omar Abdurrahmani, një aktivist i opozitës në lagjen numër 2 të qytetit të Fierit, i cili pati punuar gjatë qeverisjes së opozitës së sotme elektricist në një stacion pompimi që nga ndërrimi i pushtetit 12 vjet më parë, ai ka jetuar me një pagesë pa aftësie të pjesshme në punë. Qarku i Fierit është i dyti më i madh në Shqipëri pas Tiranës me popullsi votuese prej rreth 400.000 vetësh dhe me 16 nga 140 mandatet e kuvendit të Shqipërisë. Partia Socialiste ka patur gjithmonë avantazh, duke marrë në mënyrë tipike 9 nga 16 mandatet dhe duke lënë për partinë opozitare 7 mandate. Një rezultat më i thellë për socialistët është shënuar vetëm në vitin 2017 me 10 mandate. Animi i Fierit nga e majta duket se lidhet pjesërisht me trashëgiminë e kohës së komunizmit, kur industria e naftës dhe industritë e tjera të lidhura me të ofronin paga krahasimisht më të larta sesa në pjesën tjetër të vendit për zonat urbane dhe pjesërisht me traumën e vitit 97, ku pas kolapsit të skemave financiare mashtruese, të cilat qeveria e PD-s dështoi t'i ndalonte në kohë, qeveria ju përgjigj protestave të qytetarëve me tentativë për represion policor dhe ushtarak, gjë që e dërgoi vendin në kaos dhe shkaktoi mbi 1800 vdekje të dhunshme. Marrëdhëniet sociale të krijuara nga shteti diktatorial i kohës së komunizmit kanë krijuar gjithashtu 2 baza mbështetëse për kundërshtarët e Partisë Socialiste, e cila shihet gjerësisht si trashëgimtare e Partisë së Punës. Njëri grup përbëhet nga pasardhësit e familjeve të vendosura në zonat ish-shkënetore dhe në vetë qytetin e Fierit në vitet 30, pas dhunës ndaj shqiptarëve në ish Jugosllavi, u 10 mijëra vetë u shpërngulën për të vendosur në zona të ndryshme të ultërsirës perëndimore në Shqipëri. Grupi i dytë i kundërshtarëve të PS-s janë grupi i shqiptarëve që u përzon me dhunë nga Greqia në përfundim të luftës së dytë botërore, pra komuniteti Çam. Të dy këto grupe ishin të dizavantazhuara dhe të persekutuar gjatë kohës së komunizmit, gjë që reflektohet në votimet e sotme. Mbështetja e këtyre grupeve për demokratët gjithsesi nuk është e pakushtëzuar. Perceptimi i përgjithshëm është se ky lloj votuesi, ndonse nguron fort të votojë PS-n, duhet të ketë një arsye shtesë për të dalë në votime në mbështetje të opozitës. Socialistët nga natyre në Fier, si edhe në të gjithë Shqipërinë, i gëzojnë një numër mbështetësish besnik, të cilët janë të gatshëm ta votojnë
pavarësisht çdo gjëje. Mbështetja për socialistët nuk mundet kursesi të merret e garantuar, pasi PS mori 104.000 vota në zgjedhjet e vitit 2007, qarku i Fierit i dha asaj gati 92.000 në 2021-shin, me pak fjalë, rreth 13.000 votues ndryshuan mendje për të. Votat e dy partive opozitare, PS dhe LSI të marra bashk, u rritën me rreth 9.000, gjë që sugjeron se një pjesë jo e vogël e atyre që votuan Ramën në 2017 votuan kundër tij në vitin 2021. E gjithë Shqipëria është plakur gjatë dekadës së fundit në mënyrë dramatike, me emigrimin që ka gryer moshat e reja dhe ka ulur lindshmërinë, duke sjellë rritje dramatike të numrit të moshuarve në raport me popullsinë totale. Por ndërsa qarku Tiranë vijon të tërheq të rinj nga i gjithë vendi dhe popullsia është disi më e balancuar, në qarqet e tjera situata duket më dramatike. Në Tiranë popullsia mbi 65 vjeç përbën 16% të totalit të popullsisë, ndërsa në Fier 24% ose pothuajse 1 në çdo 4 qytetar i përket moshës së tretë. Rreth 200 metra larg stendës së Lëvizjes Bashk, por në një univers tjetër, stenda e Partisë Mundësia tërheq votues me modelin e telemarketingut. Kandidatja Frida Mavriqi, një gazetare që ka punuar si prezantuese lajmesh dhe që është edhe zëdhënëse e Partisë Mundësia, po përfundon një video drejtuar emigrantëve në të cilën përsëritet mesazhi i partisë, i cili konsiston në thirrjet për shtet të vogël dhe një vend që ja dilet me punë. Partia është e themeluar dhe e drejtuar nga Agron Shehaj, një biznesmen i suksesshëm i cili më parë ka qenë deputet i Partisë Demokratike, ndërsa në këto zgjedhje ka arritur të tërheqë vëmendjen me deklarata tip trumpiste për mbyllje të televizionit publik apo për shtet të vogël. Mavriqi utohet pak kur pyetet për çështje të tilla praktike si kujdesi shëndetësor. Mundësia ka arritur të deportojë në shoqëri dukshëm fal shfaqjeve të shpeshta të kryetarit të saj në televizione dhe shumave të parave të shpenzuara nga xhepi personal i Shehajt me struktura të ngritura në të gjithë Shqipërinë. Mesazhi i tij në mbështetje të lirisë individuale në epokën kur shteti është jo ndonjë gjë më shumë se sa një sistem patronazhist është socialist, nuk ngjan pa vend as nuk ngjan pa efekt në publik. Fati i partisë gjithsesi varet në balans sepse pavarësisht se si del ajo në zgjedhje, ka gjasa që xhepi i Shehajt nuk është mjaftueshëm i thellë për të mbajtur një parti përgjithmonë. Liria individuale në epokën e patronazhistit është në fakt një çështje që shqetëson edhe shumë të tjerë, njerëz të zakonshëm apo politikan, në të majt apo në të djathtë. Mes grupit të vogël të aktivistëve të Lëvizjes Bashk, shumë nuk jetojnë në Fier, një qytet ku praktikisht ka shumë pak mundësi punësimi jashtë sektorit publik. Disa punojnë në Tiranë, dy të tjerë pritet të shkëputen nga Gjermania ku punojnë për të kontribuar për disa ditë në fushat. Spiro Goga, një elektricist në pension, mbështet Lëvizjen Bashk, pasi kanë mbështetur më parë socialistët. Ky nuk bëri asgjë, thot ai për kryeministrin Rama. Elis Baba, një arkitekt me studion e tij në Tiranë, është shkëputur nga punët për fushatën në Fier. Nëse doni prova që vendi ka rënë në diktaturë, thot ai, dilni tek sheshi Skënderbej dhe shihni atë ndërtesën groteske në formën e Skënderbeut, është një monument diktature, në vend që të ecim përpara, po kthehemi në primitivizëm.